Leonida, të përshëndes, është pezulluar aktiviteti për të gjitha të subjekte që ofrojnë motor ujë në gjithë vijën bregdetare të Durrësit, cilat janë masat që po ndërmeren nga ana institucioneve. Përshëndetje Kassandra, në fakt masat janë shumë të rrepta për sa i përket sezonit turistik veror dhe për të dhënë lejet tek subjektet të cilat operojnë në vijën bregdetare, teksa japin mjete lundruese sportive. Në fakt, këto masa kanë ardhur dhe janë ashpërsuar sidomos pas incidentit të ndodhur ditën e diel, para ditën e së dielës në afërsitë të Shkëmbit të Kavajës, ku dy turistë anglezë pësuan atë aksident, ku njëri prej tyre fatkeqësisht humbi jetën, ndërsa shoqëruesja e tij ndodhet në spitalin e Durrësit në kujdesin e buzave të bardha. Parë në këtë këndvështrim, institucionet e cilat merren me menaxhimin e vijës bregdetare kanë marrë masa konkrete duke i futur në sy të gjitha këto subjekte të cilat operojnë në vijën bregdetare dhe në këtë mënyrë ende të gjitha këto subjekte të cilat në vijën bregdetare të qytetit të Durrësit, që nis nga Shkëmbi i Kavajës dhe përfundon në Gjirin e Lalësit, asnjë prej këtyre subjekteve të cilat kanë operuar për gjatë viteve të mëparshme nuk janë pajisur me lejen e nevojshme nga ana e Bashkisë së Durrësit. Pritet që kjo javë të miratohet dhe leja ta miratoj Bashkia e Durrësit me mbledhjet të posaçme të Këshillit të Bashkiak, dhe kjo do të vijë pasi të gjitha këto subjektet do të jenë pajisura me lejet përkatëse në agjencitë përkatëse të gjitha të cilat operojnë dhe bashkëveprojnë për mbarvajtjen e sezonit turistik veror. Këto subjekte në fakt kanë një leje 5 vjeçare nga ana e Ministrisë së Turizmit, por është Agjencia Kombëtare e Bregdetit, por edhe Bashkia e Durrësit, sikundër edhe Policia Kufitare, të cilat merren me detajet e hollësishme që konkludojnë me lejen e posaçme për të gjitha këto subjekte që veprojnë për gjatë vijës bregdetare. Të falenderoj, Leonida, për raportimin e drejtë për drejtë.